është organizuar nga platforma mediale Albinfo, një platformë e cila na bën të informuar edhe na bën të lidhur me njëri tjetrin. Ishte kënaqësi sot, se filmi më ka pëlqyer shumë, ka qenë një tematik si për migracion, ashtu edhe për domethënëdhimshmërinë që është aty faktikisht që është realiteti atje. I mrekullueshëm dhe i dhimbshëm gjithashtu për plagën tonë, që është plagë që na prek gjithë dhe ne. Filmi na dha një porosi shumë të mirë, së pari i uroj shumë suksese, i bërë Darit për mrekullinë që na solli këtu në Ciri. Filmi ka shumë i mirë. Po, e shijuam shumë. I komplimentojnë aktorët se e kanë bërë një film mrekullueshëm. Ende jam në emocionet e filmit, vërtet ishte një film i veçantë, një film cilin kemë nevojë ta shohim. Jam jashtëzakonisht i lumtur, po 100 arsye, por një që më mban me mendu që kemi bërë një punë të jashtëzakonshme është që filmi është dhënë në janar të vitit kaluar në kinema, edhe është e jashtëzakonshme që po vazhdon me u dhënë edhe pas një viti gjysmë. Publiku ishte me të vërtetë me shumë energji të mirë. Jam shumë i lumtur për audiencën e diasporës që me të madh i shikojnë filmat shqiptar, do thotë jo vetëm për filmin tim, po e di se shikojnë edhe shumë filma të tjerë shqiptar, e përcjellin kulturën shqiptare dhe mendoj se kjo është puna më e mirë që duhet të vazhdojmë ta bëjmë shqiptarët.